pasdite me injoru. Po pra. Titanën edhe injoru. Jo, ideja është se fiton pikë. Ti merr këshilla nga Rogerdi, kupton? Ju se di vetë gjonte mi, Ti merr këshilla nga Rogerdi, o si mirë. E kupton ku ke përfunduar. A shef çan të të bë. Po hik tash A shef çan të të bë. Kan fut si lolo. Si tu ditë çai tu fol. Ma mirë mos bëjmë mohabet hiç. Po marr këshilla nga Rogerdi, nuk pranoj më as llap. Tash çdo mohabet që do kesh me mua do bëj që kisha për ty personalisht, ta thash ke mundësinë e funit për të se ti di mundësitë mia. Se edhe këtë javë, maksimum edhe javës tjetër. Po ti di mundësitë mia. Bashkë me mua, bile mund të dalë ditë para. Ti ke një mision. Ti sa të kesh mirë. Ti s'ke mision këtu, as tankolën, as mirin, as te, as atë. Ti misionin tat me kryen në mënyrë perfekte. Ja ku e ke linja për Roger. Budallaj i mençum. Unë paktën këtu kam dashuri për i femër. Nuk i ki turrim i burri me mjekët. Po? Dashuria fjalë e madhe, më ndjejnë po. Se u tani burr. Dukesh i mërzit. Po jam pastaj vetëm. A ke fol di fjalë pak? A ke thënë di fjalë kur ke qenë? Po. A çfarë meriton tani ne ku ja fut kot? Mirë, nuk e kështu do të shumë nga që është i madh me mosh, edhe se si i madh me mosh, vajzë dashur, po ti ke i kufi limit. Unë e kam thënë 100 herë, edhe këtë mua pëlqen më tha këtu. Nuk e di, se po bën edhe dieta tash. Gjej sekondë, është ajo shpreha me qeshme me të ngjeshme. Pron ty, s'ka ndonjë problem. Po ma bënte edhe këtë tavolina. I thash, o tan, po deshim me fol këtë muhabet, hajde fole me mua. Se ky për mua nuk është muhabet me fol 10 veta apo ta flasësh me të qeshme me të bërtitme. E kupton? Po. Unë s'po them mos më kundërshto, se ti ke mendimin tat. Po mos hajde aty të më bësh muhabet lolësh. Se s'ta lejoj. Do me ul, hajde i mendimet e tua, thuaj vllai dash, okay, gabim këtu, po e pranoj. Po ma bësh muhabet lolësh, s'ta lejoj unë, po deshim me bë lolë, bëj unë lolë, nga mjeti deri ndarkë. Thotë jo po dora, jo po shansi. Gjele tur burrit me mjekër mrapa, po lenam. Tu i kërcy mirit atje. Rrimër tanur të rri, se ka material nga mjeti deri ndarkët, mos u merr me mua. Që ke pas ti për shembull. Unë mund të më thonë se flokët e tua nuk janë kaq bukur dhe duhesh me ndryshu. Ngjyrën i ke të bardhë dhe duhet me tregu se je pjekur boll për me di çfarë fol, edhe duhesh me fol gjërat me logjik, jo gjërat që dalin nga goja jote. Ja pra po thash. Ja pra thash. Na trego çik për ngritin karrierë. Si e ke marr muzikën? Na thuj çik. Që ta kuptojnë publiku se s'dim gjë për ty. S'di publiku gjë për mua? Jo pra, nuk di kush gjë. Se ato me qenë menaxheri i jeth? Po na thuj pra. S'ke nevojë më e parë llogarit se kuisirën. Ajo jotja ke, ajo konga? Cila? Çaja që kënoj sot. Jo, kote pa. A që të bërë se të vona? Talk to the hand, the face ain't listening. Talk to the hand, the face ain't listening. Daj.